Në rreth rrotullimin e Gosilit në hyrje të qytetit Kukësit që lidh Kosovën me aeroportin dhe me rrugën e Kombit, është përuar sot monumenti Shqiponja, vepra monumentale prej bronzi e cila peshon 16 ton dhe është e lartë 6 metra me një bazament prej 4 metrash, është një dhuratë e biznesmenit dhe filantropit nga Tetova, Lazim Destani dhe familjes së tij për qytetin e Kukësit. Në ceremoninë e provurimit morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, qytetar, si dhe të ftuar nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia e Veriut. Në fjalën e tij, Destani tha se Shqiponja ka fluturuar nga Tirana për t'u vendosur në Kukës, sepse siç duket, ajo i përket marrëve të larta dhe qytetit me tradita të lashta kombëtare të njohura për mikpritjen dhe bujarinë e tyre. Kjo Shqiponjë fluturoi nga Tirana për të vendosur këtu në Kukës, në Tiranë, vendin ku qëndroi për disa vite, i dha emrin Sheshi Shqiponja. Ndërsa erdhi këtu, sepse siç duket, Shqiponjat i duan malet e larta. Në këtë qytet, me tradita të lashta kombëtare, e të njohur për moton qyteti i mikpritjes dhe bujarisë. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Kukësit, Albert Halilaj, u shpreh se nuk është rastësi që pikërisht rreth rrotullimi i Gosilit është zgjedhur për vendosjen e monumentit, pasi kjo është pika që bashkon Kukësin me trojet shqiptare. Jo rastësisht është zgjedhur kjo pikë të vendoset Shqipëria. Është pika që bashkon trojet shqiptare, Kukësin, Maqedoninë dhe Kosovën. Unë ju falenderoj të gjithëve dhe familjes Destani ju uroj shëndet, mbarësi dhe mirënjohje. Vendosja e Shqiponjës në Kukës përfaqëson më shumë se një akt simbolik. Ajo është një nga monumentet më të veçanta të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, tha Pandeli Majko. Vendosja e Shqiponjës simbolizon më shumë se sa një akt durimi. Kjo Shqiponjë është nga simbolet më të veçanta që Shqipëria ka shënuar me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Ajo vjen këtu në Kukës si një simbol i veçantë për atë që kuksianët, asianët, tropojanët, e sidomos po kthehem te kuksianët, i kanë dhënë historisë së Shqipërisë. Ylli i kuksianëve gjithmonë ka ndriçuar në kohë lufte. Në kohë paqe ka pasur ndonjë problem, po që s'ka filluar nga vetja, po ka filluar nga ne andej poshtë. E ta gëzoni Shqiponjën, se Shqiponja të vërtet keni qenë gjatë gjithë historisë së Shqipërisë. Vepra u vendosë fillimisht në vitin 2012 në rreth rrotullimin e doganës në Tiranë, ku për 6 vite u bë një prej simboleve më të njohura të kryeqytetit. Në vitin 2018 u hoq për shkak të punimeve të unazës së madhe dhe që prej asaj kohe nuk kishte një vend të përhershëm. Ndërkohë, në shenjë mirënjohje për këtë dhuratë, kryetari i Bashkisë Albert Halilaj, para ceremonisë së provurimit të monumentit dhe sheshit të Shqiponja, i dorëzoi Lazim Destanit çelësin e qytetit të Kukësit dhe pllakën e mirënjohjes. Dhe besoj i meritoni me plot kuptimin e plot fjalës. Unë falenderoj në emër të bashkisë, qytetarëve të Kukësit, për kontributin, për kujdesin që ka për bashkinë e Kukësit, lidhe edhe me dhuratën që e ka bërë qytetit Kukësit, një dhuratë simbolike që përfaqëson gjithë bashkimin e trojeve shqiptare dhe vlerësimin që ka për gjithë komunitetin shqiptar, nga ky njeri i punës, njeri biznesmen, njeri i respektuar i trojeve shqiptare. Unë kam marrë shumë çmime të ndryshme gjithandej, po besoni sot jam emocionuar të marrë këtë çmim nga ju, çelësin e qytetit të Kukësit, ku deri dje ndashta kur të vi këtu a desht të pyetja kam ndaj mika, kam ndaj sena ku të shkoj. Tash e kam çelësin e vetëm e harin atje. Edhe nuk pyeti fare.
Faleminderit.